pak ditësh një shkrim të detajuar për marrëdhëniet e zotit Berisha me këta personazhe që kanë punuar me Trumpin, kanë qenë afër me Trumpin, por kanë dhe problemet e tyre, duke filluar Manaforti për shembull me Deripaskën, ishte edhe në gjyq se si kthente 19 milion për ato parat ruse, u largua, ishte në fushatën e parë, u dënua në kohën e pandemisë, doli jashtë e të tjera, domethënë dhe mediat ndërkombëtare janë shumë të ndjeshme dhe kur bëhet fjalë për një shifër, se shifra ndoshta për të korruptuarit shqiptar është e vogël, apo siç e jemi ambientuar neve këtu, se shikoj dhe një gar i lirë që po mirë më të janë 6 milion para 150 milionëve të X çështje inceneratorit apo të verës që e pi vetëm në një drek Edi Rama, e tjerë 30 e ca mijë dollarë, domethënë një relativizim, një garë se kush është më shumë, por janë edhe për Shtetet e Bashkuara të Amerikës është një shifër shumë e madhe që bie në sy, aq më tepër nga një personazh si zoti Berisha që është trajtuar shumë për betejën e tij me SBA-n dhe çështjen e non-gratës. Kështu që në këtë kuptim kthimi i vëmendjes së kësaj duke futur dhe verifikimin e SPAK-ut apo të gjitha duket që i ka detyruar strategët e fushatës amerikan, por dhe protokolistët e kontratës që janë atje, që të mos flasin zoti Berisha anulloi konferencën e shtypit, që s'ka bërë vaki asnjëherë, sepse zoti Berisha ti japim Cezarit çfarë i takon Cezarit, ndryshe nga zoti Rama, përballet me gazetarët, del me gazetarët, Ramën e kemi harruar, unë se mbaj mend. Unë kam memorie shumë të madhe nga këto gjëra, por herën e fundit tani momentalisht kur ka dalë Rama në një konferencë për shtyp, nuk e mbaj mend. Kurse Berisha del javë për javë dhe i përgjigjet çdo lloj pyetje. Sot konferencën e orës 12:30 e anulloi. Njëkohësisht të gjithë politikanëve, deputetëve, kandidatëve ju dërgua një mesazh, që është i botuar tashmë edhe tek Alfa Presi, ju dërgua një mesazh i brendshëm që u thuhet që për çështjen e lobimit të Partisë Demokratike 6 milionë të mos dalin në asnjë media dhe të mos debatojnë apo dhe mos flasin. Kështu që duket që ka një shqetësim, ata amerikanët i lirë e di shumë mirë, do të thënë që avokati zakonisht këshillon, fillon dhe ka një problem kur hihet dyshimi, kur fillojnë verifikime apo kur ka dhe akuza nga pala kundërshtare për shembull në Shqipëri, avokati të këshillon që të mos flasësh. Ka një shprehje. Mos flasësh sepse gjithçka mund përdoret kundër teje në gjyq. Kjo është ajo shpreha që edhe nëse nuk e kemi rastisur në jetën e përditshme e kemi dëgjuar nëpër filma policesk. Kështu më tulloi sot kjo, domethënë edhe anullimi i konferencës nga zoti Berisha dhe për gjithë eksponentët, edhe ju i keni ftuar dhe ju kanë thënë jo. Këto zhvillime janë të paraditës sot me këtej. Poli, tani dua që të bëj pyetje naive, që të bëhemi sa më të kuptueshëm. Si funksionon lobimi për të hequr non-gratën? Sepse, madomendja edhe ju, kontratën e keni marrë dhe e keni bërë fije për ta lexuar e për ta shtrydhur fort. Unë dua të përcjell 3 pikat kryesore të përfshira në këtë kontratë. Pika e parë, krijimi i marrëdhënieve me aktor kryesor në qeverinë dhe Kongresin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të lehtësuar zhvillimin e politikave. Dhe këtu, kjo pikë në gjykimin tim ka të bëjë me marrëdhënien e drejtë për drejtë, një subjekti politik, qoftë nga Shqipëria apo në një vend tjetër, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Më korrigjo nëse gaboj, nuk flitet për non-gratën. Vazhdojmë te pika e dytë. Mbështetje për të promovuar demokracinë, nismat kundër korrupsionit dhe reformat qeveritare në përputhje me marrëdhëniet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës me Shqipërinë. Po prap pikë që ka të bëjë me partinë politike dhe administratën e radhës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe e treta, shumë shpejt do ta përpiloj, përdorimi i përvojës së gjerë në marrëdhëniet me qeverinë, advokimin e politikave të dërguarit ligjor dhe angazhimin e palëve të interesuara në lidhje me objektivat e Partisë Demokratike dhe koalicionit të saj, ka të bëj konkretisht edhe me fushatën edhe me zgjedhjet, Aleanca për Shqipërinë e Madhe. Në këto 3 pika kryesore, unë nuk shikoj gjikundi që të flitet për mënyrën se si do të bëhet lobim për non-gratën. Tani, nga ajo që dim, që del në publik,
por edhe nga ajo që nuk dim, dhe këtu do doja ndihmën tënde si gazetar me përvojë. Si funksionon kjo puna e lobimit për të hequr non gratën? Shiko, se po jam duke kërkuar pjesë nga ashtu, e gjeta. Ilir, të tre pikat që citove ti janë shumë korekte, janë tipike të lobimeve të forcave politike, po që dhe në interes të shumë. Prandaj solla. Tashmë ne e dim të gjitha janë, tashmë ne e dim që demokracia në Shqipëri ka probleme, shteti së drejtës ka probleme, e tjere, të gjitha këto i kanë halal pagesat për të tre pikat e para. Më kupton? Në qoftë është kështu. Se pastaj çështja se nga vin parat e si e tjere është çështje juridike. Ne po flasim për çështje politikisht. Po. Kështu që në këtë kuptim të tre pikat janë shumë të sakta dhe janë që ashtu. Të njëjtat pika, por duke qenë më specifik për drejtësinë që këtu nuk preket dhe aq për spakun e tjere, janë të para një muaji të një lobimi tjetër që firmosi në Washington zoti Basha, zoti Lulzim Basha, por ajo ishte pro bono, pa pagesë. Qose ju kujtohet me kompaninë doli dhe ai lajm atëre. Kur ishte zoti Basha në SBA. Dhe ishte pikërisht për këto, për demokracinë, për shtetin e së drejtës. Kalojnë dhe për doja tani këtu. Deri këtu jemi në rregull. Ti ke harruar. Po? Të thuash një pikë. Po ta lexoj unë nga teksti origjinal. Klienti në klapa, nëpërmjet garantuesit të tij, do t'i paguaj firmës e tjere 200 për një paket mbështetëse gjithëpërfshirëse. Po? Iniciativa të lobimit. Si është ekstrakti këtu. Pastaj vjen advokim dhe të çështjeve gjyqësore strategjike për një periudhë 24 mujore. Tani ti je gazetar dhe moderator inteligjent dhe i kap detajet. Advokim për çështje strategjike, do të thënë çështje ligjore strategjike. Digjë ti ka ndonjë problem gjyqësor apo ndonjë që mund të çohet në gjyq apo ndonjë problem Partia Demokratike në Shtetet e Bashkuara? Ti di se unë nuk di. Unë di vetëm që ka një problem zoti Berisha me non gradën, të cilën e poshtë pa fakte etj. Dhe për këtë po mund të bëhet një gjyq. Për këto dhe atje patjetër se thonë gjithë specialistët, se mund gjithë departamentet që kanë përpiluar etj. Dhe mund të ketë nevojë dhe për një gjyq. Për gjyq strategjik, thotë. Dhe që, do më thënon, grada patjetër që është çështje strategjike. Dhe SBA-s ka një anë, por mund t'i dhe zotit Berisha si politikan etj. Apo si Parti Demokratike. Këtu e shikoj unë, sepse për hir të së vërtetës, me kaq sa kemi ne, por këto kontrata janë edhe më kjo ekstraktet publikohen në faqen e farës, se kjo është nxjerrë nga faqja e farës, që është ku janë të detyruar të ashtu. Pastaj klauzolat ne nuk i kemi parë, por vetëm te kjo fjali ne kuptojmë, ne kuptojmë që Continental do merret dhe me çështje gjyqësore strategjike. Apo. Tani, pyetja ime është kjo, Poli, nuk është se nuk e kisha këtë pikë. Por doja që do doja që t'ishim pikërisht në këtë pikë, ku ne ta elaboronim gjën. Tani, procesin gjyqësor ne e dim se kush e ka, apo jo. Fakti që amerikanët, përfaqësuesit ligjor, përfshihen që të kontribojnë edhe të jenë monitorues të këtij procesi, është një presion për SPAK e para. Nuk bëhet fjalë për proces gjyqësor në Shiko, të gjitha këto janë për veprimtari në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ilir, nuk ka lobime. Nuk ka lobime, ato mund të lidhesh me zyra avokatie, nuk e di etj. Në qoftë se pastaj, prandaj duhen parë klauzolat, në qoftë se këta pastaj marrin përsipër të gjejnë zyrë avokatie për proceset në Shqipëri, zotit Berisha, siç solli avokatin Erion Veliaj, apo jo? Po, për këto më flas edhe unë. Po jo, këto janë kompani lobimi. Këto dhe prandaj kur deklarojnë atje në farë dhe janë lobimi, dhe lobimi mund të bëhet dhe për non gradën. Aty ne nuk i kemi parë klauzolat, por unë e shikoj non gradën dhe nuk është çështja vetëm për zotin Berisha. Mos harrojmë një diçka tjetër, që është non grada edhe vajza, edhe djali dhe bashortja. Po, qartë. Cilët edhe sikur të ndodh,
i lirë. Dhe si kur të ndodhë që për arsye geopolitike, që SBA-ja e bën, jo se ka bërë para pak kohësh, i hoqi sanksionet, s'është rast 100% i ngjashëm, por sanksionet, që i kishte sanksionet, shefit ish kryebashkiak, ish ministër i rëndësishëm, një nga krau i djati urban në Ungari, shef kabinetit tani aktualisht, i hoqi sanksionet. Dhe doli Rubio me një deklarat, por motivacioni i heqjes ishte për arsye geopolitike, të interesave geopolitike, sepse konsiderojnë Hungarin dhe ata që janë në pushtet tani urban dhe rrethin e tij shikojnë interes geostrategjik në Europë apo Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por as u lobua, as u pagua para, as gjë për atë heqje, sepse ishte një heqje politike dhe Berishës dhe mund t'i ndodhë kjo. Të dalë Trumpi dhe të thotë dhe ke parasysh. Por fëmijë duan patjetër gjyq. Një, dhe bashkëshortja. E dyta. Lutem, mbetemi vetëm pak këtu. Poli, se jo më kot, patjetër që kompania e lobimit ndoshta mund të krijojë kontakte me përfaqësues ligjor për të ndjekur procesin që po bëhet ndaj zotit Berisha. Po të kemi parasysh diçka, nëse ai shpallet i pafajshëm automatikisht bie edhe non grata apo jo? Po ai nuk ishte i dënuar kur u vendos non grata. Sepse non grata, po të lexosh motivacionin, ai nuk ishte i dënuar. Është korrupsioni, është një nga 5 motivacionet. Është minimi demokracisë, ndihmim kundër shtetit, ndihmë ndaj miqve, që besoj unë kam fjalën për Ilir Metën ose edhe për raste të tjera, ndihmë pengimi drejtësisë, dhe është dhe korrupsioni, domethënës. Tani, korrupsioni domethënës, në atë kohë që se ju kujtojnë minimi demokracisë si është bërë, Poli? Atë e din ata që i kanë vënë non gradën minimin e demokracisë. Po mirë, ne si gazetarë, çfarë kuptojmë kur themi minimi demokracisë? Dëgjoj, zoti Berisha nuk është, çfarë të them unë ty, nga këta që janë futur në politikë dhe s'janë provuar asnjëherë. Zoti Berisha është 35 vjet në politikë dhe ka marrëdhënie me ngritje shumë të mëdha dhe me ulje me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Patjetër. Edhe me përplasje pa u shpallur non grata. Po çfarë duhet të kuptojmë me minim demokracie? Po minim demokracie, për shembull një minim demokracie, për mendimin tim ishte kur bashkuan votat bashkë me Ramën, se Rama është tipik i minimit të demokracisë. Dhe ndoshta kur ti vide ati në një sankcion, nëse do vazhdohet me sanksione, patjetër, që do ta ketë të parën të, përveç korrupsionit. Por minimi i demokracisë ky është pra. Minimi i demokracisë është që në 2008 bashkë me Ramën shkuan dhe bën këtë kod. Tani e bën prapë. Minim demokracie, çfarë se s'ka brirë minimi i demokracisë. Minimi i demokracisë është që ti të mbash, ta përdorësh parlamentin me fuqinë e kartonit, e kupton, për interesat të një partie apo të disa individëve. Këto janë minimi i demokracisë. Minimi i demokracisë janë votat. Është proceset zgjedhore në Shqipëri. Çrëndsi ka, është në opozitë sot, po ka qenë dhe kryeministër. Siç po bën sot protesta për na vjet Edi Rama ka bërë greguria, o hap kutit o ik, ai siku, as kutit si hapi. Kështu që në këtë kuptim, të gjithë ta politikanë që janë protagonistë 35 vjeçar e kanë biografinë e tyre, unë nuk e di për kush janë rastet specifike të minimit të demokracisë. Nëse do të bijem dakord, Poli, që ky është për kufizimi, pjesa më e madhe e klasës politike të këtyre 30 viteve do të shënjonin si minues të demokracisë, nuk është vetëm zoti Berisha në rastin konkret. Kjo është fakt që në Shqipëri demokraci funksionale ne nuk kemi. Dhe zoti Berisha, duke qenë protagonist i 35 vjetës, është një nga ata, siç është dhe Edi Rama, siç ka qenë dhe Fatostano dhe Ilir Meta, etj. E kuptova. Poli, unë falenderoj shumë.